Dokumentet e ribalancit buxhetit të Ministrisë Shëndetësisë zbulojnë një skem seriozisht shqetësuese. Nga njëra anë, qeveria paraqet qindra milion denar investime kapitale pa mbulim të qartë financiar, ndërsa në anën tjetër shkurtohen fondet për programet preventive, kontrollet e fëmijëve, shëndetin e nënave, luftën kundër kancerit, tuberkulozit dhe kujdesin për shëndetin mendor. Në programin për rikonstruimin dhe zgjerimin e objekteve të institucioneve publike shëndetësore janë vendosur 300 milion denar ose përafërsisht 5 milion euro për objekte të tjera ndërtimore. Por, këto mjete nuk janë paraparë nga buxheti bazë. Ato janë vendosur në kolonën e shpenzimeve nga aktivitetet vetë financuese në një llogari që varet nga të ardhurat që vetë Ministria duhet t'i realizojë. Sipas informacioneve nga Ministria e Shëndetësisë, kjo llogari realizon vetëm 3 deri në 5 milion denar në vit. Prandaj, pyesim publikisht, si mundet të planifikohen 300 milion denar nga një burim që siguron vetëm një pjesë të papërfillshme të kësaj shume? Nga do të vinë realisht këto para? A ekzistojnë këto mjete apo janë vendosur vetëm në letër për nevojat propagandës ditore? Dhe apo krijohen detyrime ndaj kompanive pa mbulim financiar, duke rrezikuar më pas që shteti përballet me padi për punë të kryera dhe pa paguara. Ndërkohë që qeveria paraqet këtë investim të dyshimt prej 300 milion denarësh, dokumentet tregojnë shkurtime konkrete në programe që kanë të bëjnë drejt për drejt me shëndetin e qytetarëve. Buxheti i përgjithshëm për mbrojtjen shëndetësore preventive është ulur për 7.2 milion denar. Programi për parandalimin e smundjeve kardiovaskulare ulet për 900.000 denar. Programi për zbulimin e hershëm të smundjeve malinje ulet për 600.000 denar. Programi për parandalimin e tuberkulozit 300.000 denar më pak. Kontrollet sistematike të nxënësve dhe studentëve 500.000 denar më pak. Mjetet për kujdesin parësor, shëndetësor, ulen për 3.25 milion denar. Programi për shëndetin aktiv të nënave dhe fëmijëve ulet për 850.000 denar. Programi shëndet për të gjithë, 170.000 denar më pak. Mjetet për mbrojtjen shëndetësore të personave me çrregullime mendore, 3 milion denar më pak. Programi për trajtimin e personave që përdorin lëndë narkotike, 100.000 denar më pak. Kjo është politika shëndetësore e kësaj qeverie. Para virtuale për investime që mund mos realizohen kurrë, ndërsa më pak para për programe që shpëtojnë jetë. Kur shkurtohen fondet për parandalimin e smundjeve kardiovaskulare, kontrollet e fëmijëve, zbulimin e hershëm të kancerit, shëndetin mendor, mbrojtjen e nënave dhe fëmijëve, pasojat nuk mbetën vetëm në tabelat buxhetore. Ato i ngjajnë qytetarët në mungesën e kontrolleve, diagnostifikimit dhe trajtimit me kohë. Andaj, Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon nga Ministria e Shëndetësisë që menjëherë të publikojë realizimin e llogarisë së vetfinancimit për 3 vitet e fundit, burimin konkret të 300 milion denarve, listën e projekteve dhe kontratave që do të financohen nga kjo shumë, detyrimet e papaguara ndaj kompanive, arsyet për shkurtimin e secilit program preventiv. Shëndetësia nuk mund të drejtohet me shifra cajuara. Investime pa mbulim dhe shkurtime në programet që mbrojnë jetën e qytetarëve. Qeveria duhet të japë përgjigje, jo prezantime propagandistike.